Ai është njësh, jo vlla. Po vlla, hajde se kena një diskutim shumë interesant. Po. Hajde, është diskutim politik. Ne ta bëjmë një analizë siç duhet, ëh. Po, e drejtë. Ti të mbash krahun e Berishës, ti të Edi Ramës. Jemi më së miri. Kjo është simpatizant i PD-s, ti i PS-s. Flasim tani për sa i përket fushatës, projekteve. Po të tapat në vesh që i kam. Hë? Të tapat në vesh që i ka. Jo, do me thonë për përkthimin, do me thonë se ma përkthen nga frëngjisht në Shqip. Po, satelitët. Bëja pyetjen socialiste. O sherbet, ku je? Me zemra vogël. Oho, hajde, po ku je? Dy dhave të flasë, dhe jo. Po shkoni këtu ke zemra hajde, ke zemra Tiranës këtu, hajde. Jashtë Tirana. Jashtë Tirana. Si kishe Muhammed? Ku e ke? Ja më zëvu, po i të va. Jo, po mpret mua, ja erdha. Të mpres sa të mpresi, si pres unë, do t'i pres gjithë. Ha, thuaj shpejt. Do ta bëjmë për pak sa ta. Dy dhave kam unë, do i ke. Qa kriterësh kanë sot femrat shqiptare për një mashkull? Për të qenë burr për ata? Femrat për mashkull janë kundërshtojnë femrat shqiptare për mashkullin. Po. Atere. Qa kriterësh kanë pra? A kam të... 2 sekundë, do ta bëjmë bashkë, do ta bëjmë kështu. Pamera. Sot, femrat shqiptare nuk e njohin dashurin ndaj mashkullit. Duan lekun, më të lutem. A kam që jam të folun. Dashuria ndaj mashkullit nuk kërkojt dashurin. Lali, hajde Lali. Po kërkojt veç jesha gjigje. O Lali. Po Lali, hajde Lali. Kërkojt. Hajde. Po, thjesht do bëjmë diskutim, hajde. Veç jesha gjigje interesi lego. Ta marrim bashkë. Do bëjmë diskutim tani çka kërkojnë femrat shqiptare nga një mashkull për qenë burri i tyre. Ai se do iki unë dash. Jepi shpejt direkt. Ja, kjo veç lek don. Jo. Unë jam me kulturë. Ne di më Lali si ti analizë ke pjesë. Ç'a lek don? Ja, më prit. Ja, erdhi. Iku. Ma thuj iku. Anis. Po Lali, ja, mos u mërzisni, po Lali. Unë kam kulturë, tjetër mos e bëj kështu punën, të betoj. Jo, ka se si ndryshë. Jo, një minutë vedhe. Po rrim 4 orë presim ty, kemi dhe punë. Unë me zi kam pritë. Tashi do flasi, kjo apo të iki unë, të lutem. Jam në rrallu, lere mos e mbaj tjetër në pen koto, vlla, ka punë, ka gjara. Tashi je ti? Po, pra. Miru pafshim. Ore, do prezësh, i se kom prit me lejë. Paleme tashi ti, Me stacionin tjetër, kur të vish do të pres tu. Mirë, mirë, do shik në nesër, Po Lali, vazhdo sa të shumë se ti e dhe për gjimit. Do të bëjmë një sa të marroj me gocën, se e kena kështu shpejt, pam. Atsh, jepi Lali. Jo, vlla, të lutem, jam familjarë, se po burri ndave mua. Opa, vit. Bravo. E dyti, jepi. Ama më na prek me qola pak rrugë shumë bab. Jo, pa domate s'ka se. Mos e s'ka kastrove. Pastaj. Do ta shoh këtë video me mua, të lutem shoku, se unë jam familjar. Po më vjen kemi na ditë ke dalë unë. Po kam dalë, po mos ma nxirë për kështu me gjëra se jam familjar, pas e ndryshu dhe lukun, ha. Po normale kam ndryshu luku, ha. Çka ke bëu? Keq për luku. Po do hupi unë, se fitoni ju, s'fitoj unë. Njerëzit tu qa trapi mu të më thënë, o ti e bën famë shumë. Po shopëra. Po gati për fut Big Brother. O daku. O shoku më gjë mua. Njerëzit tu qa trapi ti e bën me famje bë, po me fam kur unë ma lek. Vazhdo. Erdha ja. A me se shet ati të pazariria. Gjon t'jore. Me fam kur unë marr lek lale. Jo me fam ko. Shfrytzoje lale. Po qa shfrytzoj unë s'po ma lek o la. Lek për i merë një ju që bëni këto. Po jo, mojë në lekë? Ku ka lekë me? Pa leme, si s'ka lekë? Ku ka lekë? Pasaj TikTok-u është mbyllu, s'ka ma. E shef që dole ma? Tani ndaj, a maj, mas maj, mu mjullë, se dala koma unë këtu pra që mjullë TikTok-u? Ka lekë kjo? Po ka leverdi sepse ke rrjetë sociale të tjera, s'ke qape, budalliqe, keni kryu iluzioni, jetoni një botë paralele që s'ka lidhe fare me këtë se çka bëjmë ne dhe çka bëhet tu në realitet dhe në ato se çka ke në kokën tade. Në kokën time është pak më e vështirë për të qenë aty ku si je ti.
Normalisht. Edhe në kokën time është shumë e vështirë se unë më fal. Ha. Unë tani nuk guxoj do të dal para shoqërisë. Misis një zë Zoleda je bër me fam, po si jam bër me fam valla. Me fam I bie të kem lekun, po jo tim. Ti dalim në temën që të them një gjë është të thënë që po kesh famë ke lek, është e përkthyer fama me lek? Po normal. Kush e Po normal, o gjithë po thonë. Albert Einsteini. Po gjithë po thonë valla. Ka qenë njeriu një nga njerëzit më të mëdhenj me famë botërore, po s'ka si lek në xhep. Albert Einsteini shkosh të takosh Albert Einsteinin, s'ka si lek. Po kuptoj o daje, se tani leku shkon e vjen nuk është. Takova parë javë Albert Einsteinin atje. Mirë, mirë. Po dha atë lek thashë se ti je njeriu më i në botë. Një sekond, tani nuk do ta si lek. A do më lësh ta bëj intervistën? Jepi. Ha pra, tashi. Leku shkon e vjen nuk është gjithçka. Po varet gjërat janë gjëra, fama është famë. Deri diku. Po tani ti je gazetar, nëse ke dal këtu me një analizë në çdo lloj qytetari, një opinion, një version. Është gjë tjetër se të përgjigjem unë, se s'përgjigjem, se kundër përgjigjem, se s'kundër përgjigjem. Po tani unë mënd kam, se unë erdha në kazani plerave, u bëra zhuar këtu në Tiranë. Shu janë gjëra që I shprej unë. Nuk I ka shpreh njëri kollaj. Po normal tjerët, tani sa do rrojnë. E shef që dolem ke misioni që te që përbën ti. Do shikojmë, do mësojmë në këtë dynja. Tani unë shprej ca lafe që I kanë shprehu brezi im, apo brezi jot, apo më të mëdhenj se brezi jon, edhe unë do shprej ca mendime të mia që mund t'i shprej brezi më I vogël. Po, ju e thënë paraja, vjen e ikën, apo jo? Fama e ka me... Hope. Po fjala qëndron. Fjala qëndron. Po s'pate para, që do? Kush të pjesë në të po s'pate para? Po tash do, kur flas mirë unë dal me e keqja për popullin shqiptar. Më mirë t'ja fus në Alban që keq fare, dal me e mira më valla. Të qa, më të mira janë këto, apo këta? Dalim ke tema, Ke tema, ha. Që kërkojnë sot femra shqiptare, 3 kritere që kanë femra shqiptare për të pasur një mashkull partnerit tyre të jetës, bashkëshort, burr. Po du është burr sot nga një femër, çfarë duhet kesh? 3 kritere. 3 kritere? Tani perceptimi logjikës time prit tash. 3 kriteret janë që ai duhet të punojë, siguroj të ardhmen e familjes, siguroj jetën e gruas, jo të bredhi hum drum me femrat huaja. Se tash I gruaja të lëzë, thot, qa ka më shumë ky se mua. Dale, la. To janë thua ti, to janë botën tate. E she që jeni botë paralele, e she. Po s'është puna në botën time, ore vlla, janë shumë gjëra. Po s'është pjesë e realitetit kjo që thepa, është në botën tate. Bota jote është shumë largë. Jo si që ka shumë largë, se po na bëke si këto ale lyt, ti trale lyt. Po na thith ke trurit. Është në realitet kjo që po thuti? Po është në realitet. Du seksi pasaj, qa do? Bravo, ha. Edhe seksi. Po ha goja lartë, do ha e goja poshë, o shoku. Aftek shë vëndja rabila, o dreq. Po edhe në botën të më falë. Po ajo është, po ta thash pak me përpara ta thash, ta thash shumë. Po se ke mëndje ti. Po se the, ku e the? Dë më bëmon kjo, dëgjoj këtu ta thashëm. Dun lekun, dun punën, dun të mbash fëmin, dun t'jesh për grua, mos bredhësh me femra, që do jetroshi të ta përmëndja, unë nuk kam tur pun, ta përmëndë, Allah, të normal, që do kem tur pun, kanë tur të tjerët e tjerat kur I bëjnë gjë. Paroj partia. Po partia do rroj, se s'ka ku shkoj paroj, po s'roj partia s'do rroj as t'ja sun. Ku, po t'jesh në pun, ato duan vetëm para pa pun, se po t'jesh në pun, normalitikisht, po ti është në punë dhe nuk përgjigjesh. Po ti është në punë, nuk ta var maj ose. Thot çam duhet mua ky mbeti në punë dur do mëni. Mbeti në punë. Ha goja lart do hanë gojat e tjera. Këtyre le të themi personazheve që janë sot VIP-a, influencer, çfarë kërkojnë ato? VIP-a, për kot në VIP-a. Sot kanë nesër s'kan dalin kërkojnë ai 1800 lekë na 2000 lekë në për shoqërimi si kemi atë kemi këtë. Këto ke firma VIP ose Big Brother, ka thënë një nga këto konkurrentët thot. Burrin e dua verior thot, musliman dhe biznesmen. Si dia fjalë biznesmen. Piershën të, se vetëm ti që sta eth njëri që I di fjalët. Biznesmen. 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 Mirë e thotë, pozismen. Biznesmen, ha. Vazhdo. Ta përshme me ati në...
Do ta bësh meme në atë tjere shejtan. Tani, very or, musliman dhe biznesmen, thotë ajo. Po biznesmen o la, se po s'pati biznes. Do martohet në hirë kjo se... A i plotëson të kushte, për sa ko mund i plotëson Më kushte falë, saj? një sekund, tani flasim qik për te shakave, se ti do të degenerojemi fare në për këto Ju ndërhion. YouTube edhe Instagram edhe Kjo Facebook. kama të vazhdoj. Po, mera, ka se mjë, Dhe të vazhdoj. Gjithë në Evropën, mos vish nesër më thush femna nuk dhun lek për seks. Për kokë të zeutës, me marrë nesër me thofshin video si sot Lali, O Lali, si e ke sot tu? A ka më që dy fjallë. E marrë përgjësi për gjona. Je koshien të që duhe bëjo? Ti ke qenë këtë dalë dhe prapë. Jeme këtu? Vazhdo. Oke, Që baba, jeme je koshien më thush me hullë dëshmi ke... A ma lere ta shi! Prit pa, gjithë femnat në Evropë nuk marrin lek për seks. Seksi bot Tu për Shqipëri qef. mojnë lek, ha? Tu në Shqipëri, jesha gjigja, o Lali. Mani, Mr. Eba. Love. Eba, love, Se kuka. po ta hypin gopi majt boshit. Eba, kjo është... Majt Expressos. Një gjo, E, është dashuri kjo. po dashuri me lego, vlla. Jo, Me qa do roj motra. Dashuria Burri në vete në Evropë. pun. Jo, Më vetë më zbërtisni se na akuzën për ndodhje akustike. dashuria në Evropë. Në Jam lehtë Evropë, gjithë, dashuria nuk është me lek. E po dhe me Dashuria është me lekë, Xhaxhi? Po. Si kur ne t'jemi prona juaj, si jemi as gratuaj, as motra tuaj, as nënat, as bijat, as Po kurva ju tuaja. femnat, nuk jeni përna jon? Jo, s'ka janë... Se ju po i vrisni me Pas seks nuk jeni. ato Kaq, Sa bëjnë ato porda ty, hajde, rotet trapit. Jo, mos esh. Po leme i tash, qa të regon ato live, a i do shikon gjithë njën. Zbëjsim që këtu në realiteti shqiptar, si është A me se bëjmë situata shaka. politike, ekonomike, si e sheh Politike. zhvillimin, je knaqur, si je knaqur, Po qa e kënaqur. Qa do ndodhi? Po do ndodhi shumë gjëra, po digjë. Trendi fare. Po normal, kam punu për këtë ditu, po jetoj pse, qa kanë vipet më shumë se mua. Buk han ato, buk ha unë. Jetë bëjnë ato, jetu, pëse qa ka? Njërës jemi. Nuk ka rëndësi, se të përdorura doras në rrugë, se ato janë më firma më originale, ape dhe të përdorura në dyqan, janë shumë tre. Jo për të shkojnë, të shkojmë të këto, linjat 20-25 lekëshe. E merë të grisur atje, po 20-25 do pagueshe për riparime, e qëta duhet. Më mirë. Sa ka kushtu komplet gjithë veshja, për shembull? Tashi unë nuk di gjë se unë më falin edhe ropët e mija, shoqëri e misi, shumë pak mund ble, plus kam bler. Po. Jo, të bëjmë një kështu si shbënë edhe... Kam edhe një gjaket shumë, lëkur të zezve kam me kuadrata, të vogla, shumë e bukur. Ka kushtu e 2.000 euro besoj? Jo, ato i ka marrë nga kushurirat të ndej. Jo, ma bak. Po normalë më japë. S'ke problem që të t'japin tjerët? Dëgjo, roba lajt në lavatrice, është 90 gradë. Plus edhe ujtë e dushit 120 gradë vala. Edhe dizefektim me aroma me gjëra. Qa do në që? Qa do në që? 90, shkoj 210 Po leti shkoj qa të dojnë. Po mi, po lahet, rrugullohet, nuk ka në gjë. Pse të tjeri që blejnë, ore, me tërmën të këqoni ju se këto biznesmene gjëra blejnë, këto firma gjëra qa thonë këtore. Po le me vla se s'ka shansë. Një palat, më falë, një palat që ndërtojët e do faturë në kokër. Një shqiptarë nuk kemi buk të amë, ta themi këta ma akshe. Le qa hapemi. Gjithë të vila që janë është sakrifica e pisliqeve në thojza. Jo në thojza, pse thunë thojza di? Në thojza në të gjithë, po fuse dhe fisin e babës e të nëse të gjithëve. Po shumë krime, molla, që përmban krimi njërzojë. Po normal... Po si di, po pse budalaç kja më në? Pse ku linda unë, ka zan plerave, dola di edhe po bëj jetun këtu. E po ngrëko, po i shikoj moj gjërat. Qarë thonë media, qarë thonë rjetet sociale, se s'do rrish ti si vlla ima, po. Qarë themu më falë, motra ime të mjapi mua mësim. I dëgjojmë ne, shikojmë. Nuk kemi aqë mra pa po. Do thush ti po këta gënjej. Po pse gjithë gazetarët gënjeka na shtroka na? As kushore, gënjejnë, si gënjeka. Nuk gënjen as kush, se tani të dali një gazetar,
Edhe Pak më para the që gënjen tani ndaja, gënjen. Dëgjoj, pri pak, të dalë, jo. E kam paraditë gënjen mas ditën. Jo, më jo, të dali një gazetar, të gënjej sa herë, kjo nuk është normale. Sepse i del tjetëri atje thotë, Allah, më falë, unë kam këtë histori, nuk kam këtë. Tani, unë nuk po them se gënjej të gjithë. Mund t'jenë shumë pak, po jo të gjithë gënjej ka. Çfarë i bie të besojmë ne? Çfarë i bie, Allah? Nuk gënjej të gjithë. Keti luhatje Për sa? për diçka që ty të duket ndryshe dhe ty ta shesin ndryshe. Dhe kur e sheh, momenti që ti e sheh, duket ora pritje se pas ka pas drejtë ai që un pas kam pas drejt kur ai mendonte që mund mendonte atë pjesën që ishte duke menduar kur e mendoi që do të mendonte. Okej, dëgjoj, unë e di që ti... Se është e pjesa për shembull që ti e sheh këtu, Po. në moment është aty. Kur vete afër të gënjen syri. Bravo. Të gënjen syri. Tani, nuk ka budalla më në këtë dynja se janë bërë diskutohet. gjithë Sidomos që në sot barkun e nënës të zgjuar. Bravo. Se më tha një shoqja ime mua, o zonja tha, po gazetarët nuk janë më të zgjuar se ty, gjo me gjo. Bravo. Ai është gazetar më i zgjuar se mua. Ja, s'ka nuk ka Prit pak, nuk ka lidhje, prit, po më lër ta shtjelloj okay. citimin. Citimin. Tani, ky është gazetar ka dalë të marri atë analizën, jo opingun, jo. Ka dalë të marri një mendim, një sugjerim, një konvertim nga populli shqiptar. Po. Unë si qytetare kam qef përgjigjem, kam qef si përgjigjem. Bravo. Kam qef kundër përgjigjem, i kam qef si kundër përgjigjem. Qa lidhje ka kjo, pse që nga gazetari me i zgjuar se mua, pasaj nëse është, ai ka eksperiencë, ka punën të atil. Tani, në bazë të pyetjes të ati, unë u përgjigja. Bravo. Se unë s'fola me vete shesh Skënderbella. Bravo, as në Kalin, as në Skënderbella. Se la mikrofonin ai Po aty jo, do burra. po nuk është edhe kjo, Në bazë se- të pyetjeve të atit. Po se nuk është asgar midis nesh, se kush Normale, është po qa vëzjuar, gare me- thjesht i po thu një mendim, një koment të shqiptarët ndër janë lidhe bërë me si këto organizatat jo fitim prusë ndryshëm barabar, di shpitare ku e lartë, jo vajt, që na smurrën në trull. ti. Po thjesht për veten tënde ti, a e mendon ndonjëherë që ti mendon, për shembull, të mendosh një moment X që ti mendon për shembull. Po tani unë do mendoj që të dua se mënyra si më flet dikush mirë apo keq, tu ka jemi- një koncept. Bravo. Është koncepti. Po. Është koncepti që ti e Pse? mendon. Tani ti Po më fole, mendon- më fal, ti po. më fol, të lutem, të kërkoj ndjes. Ti tani më fole mua keq, e supozojmë shembull, unë tani pse duhet të mendoj që ti më fole mirë? Unë duhet të mendoj për ty që ti je atilli më valla. Ti, momenti- Ti kështu flet, kështu bën, kështu vepron me të gjithë. Po, ti e mendon Am kupton, të momentin mora kur- shembull, të kërkoj ndjes, shembull, s'm keq kupton. Faleminderit, faleminderit. Po, faleminderit. Edhe shembull për njerëzit që ta kuptojnë më mirë, për të mbështetur edhe mendimin që kemi në kokë. Normal. Po pyetja është, ti e mendon para si ai të shprehë atë konceptin apo e mendon pasi i shpreh atë konceptin? Unë për momenti për para nuk mund ta mendoj dot, se nuk e di qa ka tjetrin kokë, nuk e ka të shkrum në ballin sy. Jo. T'ja hapim si faqe e abetare e Për shembull, nga leximi. eksperiencë nuk arrin dot kuptosh që ai do të thotë diçka, ku e shef tjetrin. Jo, tani një njeri që nuk e njeh, nuk të njeh, nuk e kupton dot. Nuk e si ta kuptosh. Kur e thot një llaf, kur e njeh dikë për herë të parë, okay, ja lë për shtypje, mendon për herë të dytë që dale se tani o do flasi mirë o do flasi keq. Edhe të çon logjikave. Po filloj keq, i atill është, unë ja hap rrugën atë në mirë lali. Nuk Ke merrem problem me shumë. veten, ose s'ke punë me atë. Ne në përgjithësi, atë çka duhet merrem me veten apo me tjerët. Nëse dikush për shembull ti mendon që arsyeton gabim, si e bën? Merresh me atë apo merresh me veten? Tani me vete merrem, se do merrem, do e dorë, do them, bankoj vetëm, që mora unë me një njëri s'ja vleti më dha. Po me Argjova veten si ko, merresh? Si të merresh lutem. me veten? Me vete një si merrem. Pse argjova ko, pse argjova minuta, sekonda, ç'mu desh, Me mua i ke? jo me ty more. A më bëre pyetjen. Kjo Kjo është e gjitha, merre me vete në aspektit të heq dorë, se u parit ati bëj blok tjetrit në telefon edhe të më dali për para, është shumë e vështirë të puqet me mua. Po shumë e vështirë se... Jo se unë po bëj vetëm më të mirë në tjerët, po edhe të tjerët më të mirë në vetën, s'mund t'i bëj, jo të harrojnë, për zoti ky qiell e kjo tokë puthë mbashkë. Po me veten si merr, për shembull, e kap veten, e merr. Ku e çon? Po qa do t'i kap vete sunore, në blet trut e kokës, Po si mbledh? si gjithë njerëzit. I flet apo si? Po si gjithë njerëzit, si gjithë Ka njerëzit. pas raste për shembull që ty të kundërshtoj trurit i thua është ti flet.
Normalisht si flet, mi fol trurit. Po jo, inshallah dre mund s'm kalon mendja flas me vete, pse do flas me vete me zë të lartë. Nuk flidesh me veten? Po si do flas me vete me zonë, si Jo më zë, pas zë, mos s'ka lidhje Po më në eshtje të gjithë i kanë këto dole. Ja për shembull, Të gjithë i kanë. Para se me trurin telefon. Edhe i përgjigj. S'ka lidhje trurin telefonë ba. Nuk i thu vetes ti për shembull një moment që pëtire se unë nxitove. Po çdo njeri mendon në eshtje me mendjen e vet. Kjo është mendim. Po. Që të flet mendim. Ti Po. flet mendimit pra trurit. Po ajo është në eshtje, tani unë nuk do ma bëj tjetëri mua çfarë kam në kokë, çfarë mendoj Po unë. çon si kam, tani komunikimi është prapë ai. Është me zë, është pa zë, është me tekst, është pa tekst, është me shenja. Është komunikim është. Ti çon një mesazh. Publicitet të t'japu se do iki se kam punë të mia. Hajde. Pra, s'ma thejet e procesin. A mendon ti që ti mendon. Po mendojmë të gjithë, ore. Ore që mendon, po më kjo është procesi që ti mendon. Por ti të mendosh që Po ti mendon. mendoj, ore. Është një proces tjetër. Për shembull, mendon që mendon. Mendon që ti Tani mendon. do mendoj se kam punë të mia, kam i diçka për ta marruar, Po, mos sa që ti akon. mendon që ke punë tua. Është dilemë jetësore, realisht me që a ka ardhur dot në atë pikë që njeriu të mendoj realisht se çfarë mendon kur ka për të menduar për atë që kishe planifikuar të mendonte. Të mendosh atë si që ti ke vendosur të mendosh. Mira bere. Ha? Ku je? Ti ke una po ke në gjë për të thënë.